Gratë kanë dëshmuar vetën në pozitën ku janë sot. Ju ka jap mundësia dhe janë ku janë sot. Por, edhe ju të cilët na shikoni tani këto momente, qoftë gruan tuaj, apo nënën tuaj, apo vajzën tuaj, që e keni në shtëpinë juaj, mos e leni pa shkolluar. Apo edhe pa japur ndonjë përkraje dhe ndonjë shtytje. Po jape vullnet, shtytje, forcë, gruaja dita udhëheq edhe vendin, si që kemi presidentën e Kosovës. Pastaj e kemi edhe kryetaren e komunës së Gjakovës, e cila mjaft mirë po udhëheq vendin e vetë. Por duke mos haruar, sepse edhe ne të zojën në shtëpis, e kemi po grua, por mjaft të sukseshme. Ka treguar forcën e saj dhe mban tërë këtë staf të radio-televizionit 21. Jo vetëm radio-televizionin 21, por në përgjithësi kompani 21. Sepse radio-televizionin 21 tashmë e ka edhe 21 juniorin, 21 plusin, 21 populloren, 21 mixin, radion 21. Së shpejti edhe 21 news do tjetë bashkë me ju. Por duke mos e haruar, sepse edhe Smart World TV-n. Ku jemi tek Smart World TV-ja, duhet përmendur sepse edhe drejtoresha e Smart World TV-s, po ashtu është zonjush, ajo zonja, është femër. Por duke mos haruar edhe zamen drejtoreshën e kemi një grua mjaft të fuqishme. Shikues të radio-televizionin 21. Ne dim duam dhe ja dalim. Ka qenë njëri prej emisioneve që ka qenë mjaft i shikuar se së shpejti do të rikthehet në radio-televizionin 21. Unë kam kënaqësinë se sot në kuadër të emisionit Një Kafe me Labin, redaktoren e kulturës, por gjithashtu edhe autoren e emisionit, ne dim duam dhe ja dalim. Gjulçaja Beqiraj është në kuvendin e Kosovës. Nga këtu ja kaloj linjen pikrisht Gjulçaja Beqiraj, ku do të flet bashkë me përfaqësuesit e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Tema e javës, grua në pozitë. Përshëndetje pra Labi, jemi këtu nga kuvendi i Kosovës. Sot kuvendi i Kosovës përmban seancë, kjo krejtë ndryshe nga herat e tjera, pasi e tërë sala është mbushur me deputete nga Shqipëria, Maqedonia, Kosova dhe me gra politikane nga Mali Zi dhe Lugina Presheves. Ligjvendësit nga trojet etnike shqiptare janë mbledhur në Prishtinë, në kuvendin e dytë të grave përfaqësuese të popullit nga të gjitha kuvendet të shqiptare, them në kuvendin e dytë nga se e dim të gjithë që vitin e kaluar një kuvend i tillë është mbajtur në Tiranë. Se cila është arsyeja e kësaj seance të posaçme dhe takimi rreth 100 deputeteve të rajonit pikrisht në ditën ndërkombëtare të gruas, ne do të bisedojmë me 3 deputete të ftuara në këtë bisedë të improvisuar në kuvendin e Kosovës. Kemi zonjën Mesila Doda, deputete në kuvendin e Shqipërisë. Mirë se erdhët zonja Doda. Mirë se u gjeta. Kemi Nora Alitin, deputete në kuvendin e Maqedonisë. Mirë se erdhët Nora. Dhe po ashtu deputete në kuvendit Kosovës, Blerta Deliun. Mirë se erdhët Blerta. Faleminderit fillimisht që ndatë kohën t'jeni pjesë e kësaj bisede të shkurtër, nga që ju ndava nga takimi që keni. Mirë po javlen diskutojmë në pika të shkurtra për atë se qëfar po bisedohet sot. Para se të dalim të kjo se qëfar po bisedohet sot dhe cila është arsyeja e këtij takimi t'juj, dëshiroj të di vitin e kaluar një kuvend i tillë është mbajtur në Tiranë dhe pas shumë diskutimeve, me në fund është diskutuar dhe është vendosur që të formohet një forum i grave gjithë shqiptare. Mund ta dini se është formuar ai forum dhe cila është arsyeja e formimit nëse po? Atëherë, gratë shqiptarët, gratë parlamentarë dhe pjesëtarët politikës, pasi sot në fakt nuk kanë qenë vetëm gratë e Kosovës, gratë e Shqipërisë dhe gratë e Republikës Maqedonisë, por kanë qenë gjithashtu gratë shqiptare të Malit Zi, të Preshevës, pra kemi një shtrirje akoma më të madhe. Kanë krijuar, kemi pasur mundësi që të kishim këtë seancë të sotmen, e cila vjen ashtu siç e thatë dhe ju, një seancë pas asaj të Tiranës, dhe në fundin e seancës plenare që ne kemi zhvilluar në Tiranë, kemi patur një rezolut në cilën flisnim për një lëvizje për të fuqizuar gruan, dhe kjo do ishte një lëvizje jo vetëm në Tiranë, por edhe në trevat e tjera, dhe gjithashtu për një krijimin, një bashkëpunimi në vazhdimsi. Në fakt ne kemi pasur mundësi që edhe gjatë javës së gruas që është zhvilluar edhe këtu në Prishtinë të ishim të pranishme, dhe kemi pasur mundësi që edhe në forume tjera, edhe në Bruksel, edhe në grupet parlamentare të EPP-s apo të grupeve të majta, kemi pasur mundësi që të kishim një bashkëpunim.
Përpara disa ditësh unë isha e pranishme dhe në mbledhjen që u zhvillua në Parlamentin e Beogradit, në cilën patë mundësi që të kërkoja praninë e grave dhe shpërkeqardhjen për mos praninë e grave të Parlamentit Kosovës në Beograd. Gjë që do të thotë që pak a shumë jemi të gjitha të vënë në një sintoni për të kuptuar sfidat dhe problematikat që ne kemi në rajon. Por mbi të gjitha, sepse të gjitha kemi sfidat të njëjta dhe sfidat të ndryshme në të njëjtën kohë, por mbi të gjitha kemi kuptuar që duhet të sjellim një mënyrë të re të bërit politik. Mënyrën jo tradicionale të liderëve të cilët tashmë janë bërë super të fuqishëm në të gjithë vendet tona, në të gjithë trevat tona, por që për fat keq shumë herë po marrin vendime jo vetëm të gabuara, por që po shkojnë me kosto shumë herë për popullin dhe për njerëzit, pra kemi kuptuar rëndësinë e të qenit ton politik, por të gjithashtu duke ndenjur dhe duke pasur mundësi që të fuqizojmë njëra tjetrën, do kemi mundësi që të sjellim ndryshimin pozitiv edhe në politikën shqiptare. Dhe kur flas politikën shqiptare, flas për politikën e të gjitha trevave shqiptare, jo vetëm për Republikën e Shqipërisë, por në të gjitha vendet të cilat banohen nga shqiptarët. Zonja Doda, me që jemi në ditën ndërkombëtare të gruas, sigurisht të gjithë jemi kurështar të dim se si e gjen kjo ditë ndërkombëtare gruan në Shqipëri? Cili është roli i saj, cila është pozita e gruas? Sigurisht që nuk e gjen në pozitat favorshme sipas mendimit tim. Ne kemi krijuar forume të cilat kanë lidhje me aleanca ndërpartijake pikërisht për këtë arsye, sepse kemi kuptuar që vetëm jemi shumë më dobta, vetëm jemi akoma më pazë, dhe kjo do të na krijojë mundësinë që të fuqizojmë njëra tjetrën. Të fuqizojmë njëra tjetrën për të pasur një pjesëmarrje më natyrale në politikë, do të thotë që të pasqyrojmë atë strukturë popullate që është poshtë, pra që është në terren, nëse kemi 50% gra dhe 50% burra, pak a shumë ky duhet të jetë edhe përqindja e përfaqësimit në parlament apo në këshilla bashkiake apo në vendimarrje në ekzekutiv. Mos harrojmë që sot Parlamenti i Kosovës ka vetëm 2 gra deputete dhe ky është një përkeqësim në fakt i nivelit të përfaqësimit që ishte në krahasim me qeverisjen e kaluar. Nga ana tjetër, gruaja shqiptare ka problematika kryesore e parë e saj është familja, dhe kjo do të thotë varfëria, dhe kjo do të thotë problemet ekonomike. Pikërisht për këtë një paketë e veçantë po punohet në Parlamentin e Shqipërisë që ka lidhje me ndihmën për uljen e taksave për gratë kurrefamiljare, ndihmë ekonomike për gratë të cilat janë të veja apo të divorcuara, dhe të kemi mundësi që të krijojmë kushtet e para, sepse një grua e cila nuk është e fuqishme ekonomikisht nuk mund të jetë grua që të jetë e fuqishme në jetën sociale apo të jetë vendimarrëse. Nga ana tjetër, pothuajse ky është një fenomen global, po shqiptar është padyshim, është fenomeni i dhunës në familje. Gratë ende dhunohen dhe gratë ende konsiderojnë këtë si një lloj e drejtë e burrave dhe të mos ngrejnë zërin pasi duhet jetë diçka që konsumohet brenda mureve të familjes. Janë të gjitha problematika së bashku me ato të arsimimit dhe ato të shëndetësisë, të cilat zonjat sot i ngritën edhe në seancë, me cilat neve do duhet përballemi. Po. Nora, mund të na thoni në Maqedoni, si është momentalisht pozita e gruas? Po pozita e gruas në Maqedoni do thoja se nuk dallon shumë nga pozita e gruas në Shqipëri, Kosovë ose në rajon. Dhe ballafaqohemi me sa do pak të njëjtat sfida nga aspekti, nga korniza legislative, jemi të barabarta, nga kushtetuta, ligjet dhe kështu me radhë, po nga realiteti që po përjetojmë çdo ditë, ajo nuk është fakt. Dhe shpesh herë flasim për sfida, domethënë atë që përmende edhe kolegja më herët, papunësia femrore, apo për të krijuar këto kushtet e barabarta mes djemve dhe vajzave për të vajtur në shkollë, apo për një trajtim të barabartë mes burrave dhe grave në vendet e punës e kështu me radhë. Unë dua ta kuptoj se këto janë sfida përballë të cilave qëndron e tërë shoqëria në tërësi. Dhe prandaj nuk dua ta shoh këtë çështje, domethënë të një barazie gjinore apo të ngritjes së përfaqësimit të grave si një çështje e cila është ekskluzive e grave. Mendoj se është një betejë që ju takon sa burrave dhe djemve, po aq grave dhe vajzave, dhe për mendimin tim duhet kemi një qasje që do sjell bashk dhe burrat, dhe gratë, dhe djemt, dhe vajzat, për të luftuar për një barazi gjinore, dhe ky është një kushti i domosdoshëm për transformimin e shoqërisë dhe për arritjen e kësaj barazie gjinore. Po, zonja Blerta, kur flasim për Kosovë,
Sa dallon vendi ynë nga vendet e tjera të rajonit kur flasin për pozitën e gruas? Në fakt, kur po dëgjoja Mesilën dhe kolegin nga Maqedonia, atëherë më duk pothuajse po flasim për të njëjtën situatë sikurse në Kosovë, edhe në Shqipëri dhe Maqedoni, por edhe i gjithë rajoni është afërsisht i njëjtë. Është e njëjta klimë politike dhe shoqëria jonë është shoqëri pothuajse e njëjtë e banuar me shqiptar shumicë dhe natyrisht dhe prekupimet janë afërsisht të njëjta. Për të kthyer aty ku e tha Mesila që ne kemi shënuar një regres në kuptimin e qeverisë së re. I kemi vetëm një ministër dhe një ministre pa portofol, cilat janë të angazhuara në ekzekutivin e Republikës së Kosovës. Gjendja më mirë është në parlament, ku fal angazhimit të vetë grave, ato kanë arritur që të hyjnë në parlament pa shfrytzuar kvotën. Është një përqindje prej afër 3% dikun të grave, cilat janë tregu se mund të bëjnë gardë barabart me burrat dhe ja kanë dalë. Përndryshe, problemet janë problemet të njëjta, problemet të dhunës në familje me cilat po përballemi çdo ditë, rastet janë të shumta, është shtuar numri atyre të cilët lajmërojnë për dhunën në familje, përderisa do të thotë kemi një trend në rritje të viktimave të dhunës në familje. Po ashtu, një ana prej çështjeve thelbësore që na si parlament duhet me diskutuar me shumë seriozitet është çështja e qasjes në pronë. E dim dhe në trashëgimi, e drejta e gruas që të ketë qasje të barabartë në trashëgimi, është njëna prej temave kyçe që ne do të angazhohemi si gra deputete, por edhe si parlamentin tanë, që të fuqizojmë gruan në këtë drejtim, që ajo të ketë fuqi financiare, po them fuqi ekonomike dhe financiare, sepse nuk mund të flasim për një gru të fuqishme të shoqërisë, nëse ajo është e privuar nga e drejta për të qenë e fuqishme ekonomikisht. Dhe një fuqizim ekonomik bëhet vetëm në rast se gruaja arrin të jetë arsimor. Korniza institucionale dhe korniza ligjore është e rregulluar sikurse të gjitha kornizat e rajonit, por zbatimi i ligjeve është mangësi e Parlamentit të Republikës Kosovës. Në ligjet janë konform gjitha standardeve evropiane, por ajo që është hendek ende i shoqërisë tonë është implementimi i këtyre ligjeve. Sigurisht çështja në praktik shihet më ndryshe, përmendet që është shënuar një regres i vogël sa i përket pozitave të grave, mirëpo megjithatë mbetet për të dëshiruar edhe ai regres që është arritur. Cilët mendoni që duhet të jenë hapat e më tutjeshëm për të zënë gruaja pozicionin që e meriton, pozitën që e meriton? Çfarë duhet të bëjmë ne, ndoshta si gra, si shoqërinë e tërësi, që ta të kalojmë këtë gjendje? Në fakt, unë e përmenda fuqizimi ekonomik. Fuqizimi ekonomik i gruas është çelësi i suksesit të gruas dhe gjithë shoqërisë tonë. Unë sot i pash një pjesë statistikave, kemi vetëm 10% të grave të cilat janë udhëheqin me ndërmarrje publike, dhe kjo është shifër e ulët krahasu me nivelin e përgjithshëm popullatës. Nëse përbëjmë 50%, dhe duhet që të funksionojmë si shoqëri e barabartë, burrat dhe gratë, edhe qasja në edukim, në shëndetësi, në arsimim, por edhe në vendimarrje duhet të jetë e barabartë. Ndoshta pak me u kthy te parlamenti, që është një hap para, po e them, drejt udhëheqësve të grupeve parlamentare. Për herë të parë Parlamenti i Kosovës ka 3 gra udhëheqëse, edhe pse për dikë ky numër mund të shihet si numër simbolik, por ne si parlament është i rëndësishëm. Vazhdojmë të mos jemi prezente në kryesinë e Kuvendit të Republikës Kosovës dhe po ashtu edhe në shumë sfera tjera. Por gjithsesi them që gratë në parlament nuk janë numër për gratë cilat përballen me shumë të lashe në për lokalitete të caktuara, në rajon, në gjitha komunat e Republikës Kosovës, ku zani tyre vazhdon të mos dëgjohet. Kështu që mendoj që ne si gra politikane, gra të cilat jemi në parlament, në qeveri, në pozita kyçe, duhet të bëjmë shumë më shumë, që edhe zani gjitha atyre grave tjera që jetojnë, po e them kushtimisht të izoluara, të jetë më i dëgjueshëm. E di që do të jetë një kampanje e madhe e grupit grave deputete dhe ekziston një vullnet i përgjithshëm i grave brenda parlamentit që të punohet në agjendën gjinore, jo pse ne duhet ta shohim këtë si një akt bëmirësie ose humaniteti, por para së gjithashtu se duhet të kryejmë obligimin kushtetues dhe ligjor karshi grave dhe vajzave të Republikës së Kosovës. Po. Nora, kur flasim për pozitën e grave në Maqedoni, përmendet aktualisht si është pozita e tyre. Mendoni që duhet punohet më shumë nga aspekti i grave për ta tejkaluar gjendjen momentale për pozitat e tyre? Gjithsesi, unë do lidhesha me atë që u tha, do me thënë, betejë më e madhe është fuqizimi ekonomik i gruas, por edhe nga ana tjetër edhe lufta ndaj dhunës dhe krimit në familje, e cila në të shumtën e rasteve rëndon egërsisht mbi gruan. Por në të gjitha sfidat, unë mendoj se në përpjekjet e tona
gjithsesi duhet jemi ata që do të kemi të parat. Në përpjekjet e tona për të arritur këtë barazi gjinore, duhet që të përfshim dhe burrat dhe djemt. Pra ta drejtojmë gishtin ka ata të cilët kanë përgjegjësi po aq sa ne për të arritur këtë synim global. Sepse në fund të fundit janë burrat ata që duhet ngrenë zërin për gratë që ua kanë dhënë dhe jetën. Zonja Dora, keni ju mendimin e njëjtë me këtë që e thotë? Atëherë, absolutisht, edhe në fakt e gjithë përqëndrimi i fushatave tilla kohët e fundit është i fokusuar tek burrat, pra duhet jenë ata të cilët duhet jenë bashkë me ne. Kjo nuk është një fushat e grave kundër burrave. Kjo është një fushat në cilën gratë janë bashkë me burrat për të arritur për të bërë një shoqëri më të drejtë. Do doja që të shtoja edhe diçka të fundit, sepse besoj se edhe kjo është domethënia e vërtetë këtyre lloj takimeve që ne bëjmë, cilën e nisëm para një viti dhe po vazhdojmë, po i japim jetë dhe po i fuqizojmë ende. Gruaja dhe kombi janë dy projekte cilat duhet shkojnë duke u fuqizuar të dyja së bashku, thot ministra Zonja Tahiri, cilën një nga idetë të cilat unë e parapëlqej. Nëse neve kemi kufi shtetëror vendosur mes nesh, le t'i bëjmë të pavlefshëm, le t'i bëjmë të pakonsiderueshëm dhe le t'i quajmë ashtu siç janë, por ne duhet ndjehemi më afër me njëri tjetrin. Dhe gratë po tregojnë që neve kemi forca dhe kemi fuqi që të shëmbim barierat intelektuale, kulturore, të cilat na kanë ndarë prej kaq kohësh. Ne bëjmë përpjekjen tonë dhe unë vazhdo të besoj që gratë janë forcë dhe janë bashkim në një vend. Përgjithsisht burrat janë ata të cilët krijojnë ndarje, qoftë duke u trembur për hir të pushtetit të tyre, por qoftë edhe duke mos dashur të shkojnë drejt një të reje për cilat për ata mund të duket e panjohur. Por ndërkohë Shqipëria, shqiptarët e Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, Malizi, e kanë një etike afrimi midis tyre. Jemi shumë të vegjël kështu siç jemi të coptuar. Asnjë nga ne nuk do ketë mundësi që të zhvillohet, të prosperojë dhe të ketë mundësi që të krijojë një vizion më të hapur për botën nëse nuk do bashkëpunojmë dhe nëse nuk do ndihemi të bashkuar me njëri tjetrin. Ky është hapi i parë. Gratë po tregojnë rrugën se nga vjen bashkimi. Mund të dim se cili është suksesi më i madh i arritur në segmentin e gruas në Shqipëri? Ne kemi patur ulëngritjet tona. Le të themi që në politikë dikur në kohën e komunizmit kishte një përqindje të sforcuar të grave në politikë. Më pas me ardhjen e tranzicionit gruaja mori një pjesëmarrje në krejt minimale në vendimarrje, le të themi 7% ishin në politikë, ndërsa tani me ndryshimin edhe të ligjeve kemi pasur mundësi që ta rrisim numrin e grave në parlament. Kush është arritja më e madhe? Arritja më e madhe është shëmbja e mentalitetit të humburit, shëmbja e mentalitetit të humbjes. Ne nuk jemi më humbset. Ne jemi gjysmë e popullsisë dhe ashtu siç mua më pëlqen shumë shpesh të parafrazoj Oscar Wilde-in, kjo është një lloj tiranie më e gjata që ndodh në histori, por është tirania e më të dobtit ndaj më të fortit. Ne nuk jemi më të dobtit, ne jemi absolutisht qenie të forta, jemi që ne kemi shumë denja për respekt, ndaj fitora jonë më e madhe është ajo që të kuptojmë vendin që zëm dhe mos konsiderohemi si palë humbse apo si palë për të pritur diçka e cila nuk na takon. Na takon gjysma e hisës tonë në këtë diell. Po. Nora, në Maqedoni, cili është suksesi më i madh i arritur deri tani në fushën e grave? Do thoja, jo vetëm ndryshimi mentalitetit të burrat ose të tjerët për gratë, por edhe mentaliteti i grave se të jesh e shtypur nuk është një renditje natyrore që ka bërë Zoti. Pra kjo është një ndër sukseset, kurse nga aspekti i përfaqësimit do ta lloja vitin 2006, kur ne për të parën herë bëm atë zgjerim të kuotave të përfaqësimit dhe tani gratë janë 32.5% në parlament, por ajo që më shqetëson është se kur arritëm këtë 30%, sikur u ndalëm dhe ky është qëllimi. Jo, ai ishte vetëm fillime. Po tani çështja e gruas në Maqedoni, në fakt sa ne jemi vësimi as 20%, kështu që ne jemi në fund të rajonit. Po jo, tashi po e kthejmë çështjen e gruas në agjenë dhe në përparti, po kemi disa lëvizje dhe me organizata jo qeveritare dhe shpresoj se do ta lëvizim këtë prag. Po, Zonja Blerta, një mendim të tillë edhe nga ju, lidhur me pozitën e grave, deri tani çka mund të konsiderojmë si sukses më të arritur në këtë aspekt? Në fakt, nëse ndaj mendimin me dy koleget e mia, Kosova është e ri, kemi mbushur veç
këtë vit 7 vite të shtetësisë dhe natyrisht kemi shumë punë për të bërë këtë drejtim. Kornizat e shtetit janë vu, themelet e shtetit i kemi, duhet që bashkarisht me burra dhe gratë, me gjithë pjesëtarët e kësaj shoqërie, ta ngrisim vedien për një shoqëri demokratike ku respektohen të gjithë pa dallim gjinor. Çështja e kuotës të ne ka qenë çështje që është instalu kohë me parë, ndoshta kuota ju ka dhënë grave mundësi që t'jenë përfaqësuara në parlament, por kurse si me undal me një përfaqësim i cili nga shumë kush është pasi një dhurat që po ju jepet grave pa të drejtë, por mendoj që kuota ka qenë një mekanizëm që gratë me pas mundësinë dhe mandej ka qenë komplet e përkushtuar e gruaja që ta zë vendin e vet merituar në këtë shoqëri. Këto kanë dëshmuar shumë gratë suksesshme. Gratë kanë kriju breza dhe brezat e shumë kanë kriju kombe. Për më u kthyer aty ku ishte Mesila që obligimi ynë si gratë që ne është që të lidhim dhe të bashkojmë kombet, dhe natyrisht kur bashkohen kombet bashkohet edhe fuqia jonë edhe si gra dhe si burra. Nga njëherë në shumë aspekte kritikohet gruaja, them ndoshta më shumë jo vetëm nga ana maskullore, nga ana e gjinisë maskullore, por edhe nga ajo e gjinisë femërore, se gratë shumë herë nuk janë të gatshme të marrin përsipër përgjegjësitë apo detyrat që ju takojnë. Po ndodh kjo në Shqipëri, zonja Tore? Ju keni një presidente këtu në Kosovë, në fakt, është kreu i shtetit dhe kjo është një arritje dhe ne duhet ta përshëndesim të gjithë. Ne kemi patur figurat të rëndësishme shtetërore, kemi patur kryetare kuvendit, kemi patur prokurorit përgjithshme. Tani nuk është në fakt asnjë nga ato figurat krerët e shtetit, do duhet që shpresojmë që do duhet që të kemi grave atje. Lufta e grave besoj se është një lloj meskiniteti që është pikur nga burrat, ndërkohë që ka njerëz meskin të cilët janë gra dhe ka njerëz meskin të cilët janë burra. Të gjithë këto që i shihni që kanë dëshirë që të jenë bashkë dhe të kontribuojnë për diçka të re, nuk hynë te kjo kategori për cilën sapo fola. E rëndësishme është se të gjitha janë të gatshme të pranojnë detyrat dhe përgjegjësitë që ju takojnë. Absolutisht, dhe i kryen me shumë skrupulozitet, me shumë përkushtim. Unë nuk njoh gra të cilët nuk kanë punuar me mishe me shpirt në detyrat e tyre. Ndërkohë që njoh burra që pjesën më të madhe të punës tyre konsiderojnë që mund të jenë në tavolinat e dregave dhe darkave dhe besoj se kjo nuk ekziston si mentalitet te gratë. Ndaj jo vetëm që jemi shumë të afta për të marrë çdo lloj vendimi, po jemi edhe me shumë të tepër kurajo se sa burrat në shumë raste. Zonja Nora, në Maqedoni, ndodh që gratë të mos pranojnë përgjegjësitë që ju takojnë apo të refuzojnë detyrat postet udhëhecse? Unë të akordohem me Silën, në fakt nëse diçka na dallon prej burrave, se unë këtë çështjen e gruas e konsideroj edhe ashtu është në fakt si e drejtë themelore njerëzore. Por ajo që na dallon mendoj se është aftësia për të menaxhuar me kohën shumë më mirë se burrat. Dhe marrim përgjegjësi sepse dim ta bëjmë edhe drekën të shtëpia, edhe fëmin me çu te shkolla, edhe për me shku në vendin e punës për mi rregullu punës, dhe mendoj se është një përparësi që kemi ndaj burrave dhe nuk tashi mund të ketë individe, po ka individe dhe tek burrat dhe tek gratë. Nuk është çështje gjinore, a don dikush të marrë përgjegjësi ose nuk don dikush të marrë përgjegjësi. Me që po i afrohemi fundit bisedes, sepse edhe juve ju kemi nxjerrë nga seanca dhe ne jemi në një transmetim të drejtë për drejtë, dëshiroj edhe një mendim tjetër zonja Blerta. Sigurisht në ditën ndërkombëtare të gruas përmenda më herët që është viti i dytë apo hera e dytë që takoni në kuvende të tilla. Mendoni që këto takime ti bëni më të shpeshta ju ligjvendëset e rajonit, mos mbesin vetëm në ditët ndërkombëtare të grave? Në fakt është një nismë e mirë që unë e përgëzoj publikisht me Silën dhe Aleancën e grave deputetet të Parlamentit të Shqipërisë që kanë filluar vitin e kaluar për me vazhdu nisma këtë vit në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Na besojmë shumë që vitet e ardhshme do të provojmë që të kemi një instalim edhe në gjithë rajonin, në vendet, në shtetet e banuara me shqiptar dhe ta përhapim frymën tonë pozitive të bashkëpunimit ndërmjet grave. Unë jam e bindur që ky debat i sotëm do të sjellë diçka pozitive për shtetin matri Kosovën, por gjithsesi edhe për gjithë shqiptarët në të gjitha trojet shqiptare. Dëgjuam shumë çka prej çështjeve të maternitetit me të cilat përballen gratë e Preshevës, prej problemeve të shumta me të cilat preokupohen gratë në Shqipëri, e në Maltëzi e deri tek problemet që i ka shteti më i ri Kosova në kornizën e saj ligjore në zbatimin e ligjeve. Në fund do të kemi një deklaratë përbashkët, do dalim si gra me një deklaratë përbashkët për të fuqizuar bashkëpunimin ton, gruan, shoqërinë, por edhe kombin.
Zonja Nora, cili do të ishte mesazhi juaj në të ditën ndërkombëtare të grave, të cilës jeni bashkangjitur edhe ju natyrisht? Po mirë, pra do vazhdojnë atë që thash, do them se i ftoj të gjithë meshkujt që duan të bëhen burra ta ngrejnë zërin për gratë. Po, Zonja Dota, mesazhi juaj? Atëherë, mesazhi im në fakt do jetë një parafrazim i njërës prej kolegeve tona që dëgjova tani, ishte një nga koleget tona të Malit Zi, e cila tha, trojet tona i ka bashkuar Zoti, ne na mbetet të bashkojmë njerëzit. Urojmë që të bashkohen në të vërtetë njerëzit. Blerta, dhe mesazhi juaj për fund në këtë ditë ndërkombëtare të gruas. Më shumë solidaritet për gjithë shoqërinë, paqe dhe mirësi për gjitha gratë anë mban gjithë botën. Po ashtu, gjithsesi pres edhe një bashkëpunim nga kolegët e mi parlamentarë, cilët kanë vullnet dhe kanë kurajo që ta çojnë përpara agjendën e grua, sepse fundja ka një grua, një vajzë dhe një motër në shtëpi dhe kanë obligim. Sigurisht edhe unë do të uroja për fund që në takimet të radhës të mos bisedojmë për çështjen e barazisë gjinore, por të bisedojmë për çështje të tjera më të rëndësishme. Faleminderit shumë që ndat kohën për këtë bisedë dhe ju uroj punë të mbarë natyrisht. Faleminderit edhe Labit edhe ekipit të emisionit Një kafe me Labit, në që ne ishim në një transmetim të drejt për drejt. Faleminderit Labit, kem lidhjen të ju në studio.